A është vdekja fundi i gjithçkaje? Ka një pyetje që njeriu e ka bërë që nga dita e parë, që kur njeriu i parë shikoi për herë të parë një shok të shtrirë, të palëvizshëm, pa frym, pa zë, pa prani, ku shkoi? Filozofët shkruan libra, shkencëtarët bën eksperimente, poetët shkruan vargje, por vetëm ai që e krijoi shpirtin di të vërtetën e plot. Bota moderne në mëson të fshejmë vdekjen, të largojmë nga sytë, të mos flasim për të. Por Islami, nga dita e parë, na urdhëroi të kundërtën. Profeti alayhis salam tha: "Përmendni shpesh shkatërruesin e kënaqësive, vdekjen, jo për të bërë të trishtuar, po për të jetuar me vetdije, për të kuptuar se çdo ditë është dhuratë dhe çdo çast ka vlerë." Vdekja në Islam nuk është fundi i gjithçkaje, është porta. Allahu thot në Kur'an: "Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen, dhe ju do të merrni shpërblimet tuaja të plota vetëm në ditën e Kiametit." Surja Ali Imran 185. Fjala arabe për vdekje, meut, nuk do të thotë zhdukje, do të thotë kalim. Kalim nga një gjendje në tjetrën, si gjumi, por i thellë, si udhtimi, por pa kthim në këtë botë. Njeriu ka bërë gjithmonë një pyetje: çfarë është shpirti? Allahu i Madhërisëm u përgjigj në Kur'an, me një përgjigje që është njëkohësisht e qartë edhe madhështore. Dhe të pyesin ty për shpirtin, thuaj: shpirti është nga çështja e Zotit tim, dhe nuk ju është dhënë nga dituria veçse pak. Surja El Isra 85. Allahu vetë vendosi shpirtin jashtë kufive të plot të dijes njerëzore. Shkenca mund të mas valët e trurit, mund të ndjek oksigjenin në gjak, mund të shpjegojë çdo reakcion kimik të trupit, por shpirtin nuk mund ta peshojë, nuk mund ta fotografojë, nuk mund ta kuptoj plotësisht, sepse shpirti nuk i përket kësaj bote. Në disa kultura dhe besime të lashta, ekziston ideja e transmigrimit të shpirtit, ideja se shpirti i njeriu pas vdekjes kalon tek një krijes tjetër, tek një kafsh, tek një bim, tek një njeri tjetër. Disa besojnë se shpirti shkon tek qeni, tek zogu, tek insekti. Kjo ide gjendet në hinduizëm, në budizëm, në filozofi të lashta greke. Por Islami me qartësinë e tij absolute e rrëzon këtë besim nga themeli. Ibn Qayyim el-Jauziyje thotë: transmigrimi i shpirtrave është nga besimet më të kota edhe më të gabuara që njeriu ka shpikur. Islami e ka rrëzuar plotësisht, sepse çdo shpirt ka destinacionin e tij të caktuar nga Allahu dhe nuk kalon te krijesat e tjera. Sheikhul Islam Ibn Taymije shtoi: ky besim është kundër Kuranit, kundër sunetit edhe kundër logjikës së shëndosh. Çdo shpirt njerëzor do të qëndrojë në gjendjen e tij pas vdekjes, jo do të kthehet si kafsh apo bim. Islami është i qartë, shpirti i njeriut është unik, i nderuar dhe ka udhtim të vetin. Kur Allahu vendos, çasti mbërrin. Meleku i vdekjes, Azraili, vjen, jo me brutalitet, por me detyrë hynore. Allahu thot: thuaj, meleku i vdekjes që është caktuar për ju, do t'ju marrë shpirtin, pastaj tek Zoti juaj do të ktheheni. Surja Sejdë 11. Profeti alayhis salam na përshkroi dy lloje largimesh të shpirtit, dhe dallimi mes tyre është rrënqethës. Për shpirtin e besimtarit, melekët zbresin me fytyrë të ndritur, me aromë të xhenetit, me fjalë të buta. Shpirti del lehtë si pika e ujit nga goja e shishes. Por për shpirtin e pabesimtarit, shpirti nuk dëshiron të dalë. Melekët e ndjerin me vështirësi, si gjëmbi i hekurt që të riqet nga leshi i lagur. Dhe pastaj fillon udhtimi. Profeti alayhis salam e përshkroi këtë në një hadith të gjatë dhe të fuqishëm, të transmetuar nga Imam Ahmed dhe Ibn Majah. Kur shpirti i besimtarit del, melekët e marrin, e mbështjellin me një copë prej xhenetit. Nga ai shpirt
del aroma më e bukur që kanë ndjerë ndonjëherë krijesat. Melekët ngjiten me të. Çdo qiell që kalojnë, melekët e atij qielli pyesin: kush është ky shpirt i bukur? Melekët shpallin emrin e tij dhe emrin e babait të tij dhe ngjiten qiell pas qielli deri tek qielli i 7. Allahu i Madhërisëm thot: shkruajeni emrin e robit tim në Iliun dhe kthejeni në tokë, sepse prej saj i krijova. Në të do t'i kthej dhe prej saj do t'i nxjerr edhe një herë. Shpirti zbret, kthehet tek trupi dhe çasti i madh mbërrin. Pyetja e varrit. 2 melek, Munkir dhe Nekir, vinë. Tre pyetje, të thjeshta në fjalë, por të rënda si malet për atë që nuk është përgatitur. Kush është Zoti yt? Cila është feja jote? Kush është ky njeri që u dërgua midis jush? Profeti alayhis salam tha: besimtari i përgjigjet: Zoti im është Allahu, feja ime është Islami, njeriu është Muhamedi alayhis salam, dhe nga qielli vjen një zë. Robi im ka thënë të vërtetën, shtroni për të nga xheneti, vishni për të nga xheneti, hapni për të një derë drejt xhenetit. Dhe varri, ai vendi i ngushtë i errët që njeriu i trembet, zgjerohet për besimtarin sa syri mund të shoh. Ndriçohet, bëhet kopësht, po për atë që nuk u përgjigj, varri shtrëngohet, shtypet trupi, errësira bëhet e papërballueshme. Ibn Kaim shkruan: varri është ose kopshti i parë i xhenetit, ose gropa e parë e xhehenemit. Dhe çelësi i tij është në duart tona, ndërtohet me veprat tona para se të arrijmë atje. Vdekja nuk është fundi i gjithçkaje, është fillimi i gjithçkaje të vërtet. Kjo botë, me gjithë bukurinë dhe dhimbjet e saj, është vetëm hyrja, korridori i shkurtër para sallës së madhe. Allahu thot: dhe jeta e kësaj bote nuk është tjetër veç se lojë dhe argëtim. Dhe vërtet, shtëpia e hajretit, ajo është jeta e vërtet, sikur ta dinin. Surja Ankebut 64. Pra shpirti nuk shkon tek qeni, nuk shpërbëhet në erë, nuk fshihet, ka llogari, ka shpërblim, ka drejtësi. Çdo lot i padrejt do të kompensohet, çdo vepër e mirë e fshehur do të shpërblehet, çdo e padrejt do të llogaritet. Kur të vi çasti i yt dhe do të vi për të gjithë ne, pyetja nuk do të jetë sa ke pasur, sa ke arritur, sa ke udhëtuar. Pyetja do të jetë: kush ishte Zoti yt? Përgatitu për atë përgjigje, sot, tani, në këtë çast, sepse çasti i ardhshëm nuk e garanton askush.